edhe në atë kohë, unë i kam ndjek parlamentet, edhe i mbaj mend personalitetet njerëzit që kanë qenë në skalionin e parë të politikës, por pas tyre, pas skalionit parë, qofshin të femra apo burra apo gra politike, ishin disa të tjerë që kur kuptonin se ka pas edhe atëherë që nuk kuptonin mirë pse ishin aty, sepse zhvillimet politike sillnin në parlament të ndryshëm, por heshnin, nuk flisnin. Nuk e di sa i shërben imazhit të një vajze të re në politik, qasja që ka Zeqine, si e kam emrin, sepse për fat keq edhe unë nuk jam fare dakord me këtë pjesë, nuk po vjen mirë, edhe nuk kam ndërmend ta përdor. Kështu po duke e përdorur gjithmonë Zeqineja, i kemi lënë më një mbi emrin. A është kjo qasja më e mirë për të dhënë një model të vajzës së re në politik, përmes talljes, sepse ajo e ka nisë politikën me tallje, me stigmatizim. Edhe a mendon ti se është qasja më e mirë kjo e talljes kundër kujtdo qoftë, cili do qoftë ai që është objekt i talljes kësaj deputetje të re, që premton për të ardhmen? Mendoj që pa diskutim vlen më shumë që të pyesni vetë kolegen për qasjen e saj dhe për mënyrën se si ajo ka vendosur që të bëj politikë, si të futet në politikë, si të mbijetojnë politikë, dhe pastaj vendimet janë shumë personale në këtë pikë, brenda karakterit gjithë secilit edhe brenda limiteve që ka gjithë secili. Megjithatë, meqense ma bëri këtë pyetje dhe unë nuk kam sepse i shmangen për asnjë arsye, përgjigjja ime është një dhe e thjeshtë, secilin politik zgjedh versionin e vet. Unë nuk mendoj se Zeqineja ka tallur më shumë se ç'është tallur. Këtë nuk e mendoj. E mendoj gjithashtu që ka pasur një armat burrash dhe kur konsideroj këtë burra dhe gra, në fakt nuk e bëj pa dashur, po e bëj me dashje mshimin e kësaj historie, sepse nuk e di nëse e njëjta gjë ndodh me kolegun e saj, që është po ashtu deputeti Lushnjës nga krau tjetër, zoti Korreshi, cili gjithashtu përdor një gjuhë shumë tallëse dhe përdor një gjuhë cilën as nuk është të përshtatshme në Parlamentin e Shqipërisë apo dhe në komisionet përkatëse ku ai vendos reagoj, dhe nuk kam parë këtë lumë reagimesh për të, nuk kam parë që të shënjestrohet dhe as të vendoset emri i tij për të kthyer në një fenomen social, ashtu siç ka ndodhur me kolegen, me Zeqinen, kështu që pa diskutim kemi një ndarje këtu të vajzave dhe burrave. Fatkeqësisht është, por ky është realiteti dhe mendoj që jemi shumë të ashpër kur gjykojmë një vajzë të re, sikundër duhet jemi, nëse po kaq kritik, duhet jemi atëherë duke i vendosur një filtr dhe një optik të gjithë përfaqësuesve në Parlamentin e Shqipërisë.